Jeni me diabet. Kjo recet me 2 përbërës ul sheqerin në gjak. Ja si ta përgatisni. Sheqeri i lartë në gjak ose hiperglicemia mund të ketë pasoja serioze për shëndetin, të tilla si diabet, sëmundjet kardiovaskulare, dëmtimi i nervave e të tjera. Kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme të mbani nivelet e sheqerit në gjak brenda kufive të tyre normal. Po le t'i hedhim një vështrim të gjerë ushqimeve dhe recetave më të mira për të shtuar në dietën tuaj, të cilat do të ndikojnë pozitivisht. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak derisa të merrni një trajtim të specializuar nga mjeku përkatës. Në dietën tuaj për të përmirësuar gjendjen kundër luhatjeve të sheqerit në gjak, shtoni edhe kanellën. Kanella është një nga ushqimet më të njohura të cilat ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Shumë studime kanë treguar se kanella mund të përmirësojë gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të zvogëlojë sasinë e sheqerit që qarkullon në gjakun tuaj. Mund ta shtoni atë në smoothie, në bollgur ose madje edhe në kafen tuaj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm kundër luhatjeve të sheqerit në gjak është edhe spinaqi. Spinaqi është i mbushur me vitamina, minerale dhe antioksidantë të cilët nxisin shëndetin si tonel thlaj. Ka një indeks të ulët glicemik që do të thotë se nuk shkakton arritje të mëdha të niveleve të sheqerit në gjak. Provat shtojnë spinaqin si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj për shkak të elementeve të cilët ajo i ka me shumicë. Provoni ta shtoni në smoothie, në gatime të gatuara ose në opsione të ndryshme të shëndetshme. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj është edhe avokado. Ky super ushqim është i mbushur gjithashtu me yndyrra të mira dhe me fibra, të cilat do të ndihmojnë ndjeshëm në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Yndyrrat të mira të avokados ju mbajnë të ngopur për një sasi më të gjatë kohore, duke zvogëluar dëshirën për ushqime të lehta që mund të rrisin sheqerin në gjak. Boronica gjithashtu është një zgjidhje produktive shumë efektive për të mbajtur larg luhatjet e sheqerit në trupin tuaj. Boronicat janë të shijshme dhe të mbushura me antioksidantë që ndihmojnë në luftimin e inflamacionit dhe rezistencën ndaj insulinës. Ulëntimet tregojnë se ngrënia e boronicave mund të përmirësojë ndjeshëm rregullimin e sheqerit në trupin tuaj. Mund t'i shtoni ato si një snak i përkryer dhe i lehtë, sidomos në kombinim me drithra dhe me koshin për të reduktuar njësër komplikacionesh dhe për të rritur gjithashtu edhe vlerat dhe përfitimet të trupit tuaj. Në dietën tuaj për një shëndet më të mirë, kundër luhatjeve të sheqerit në gjak nuk duhet të mungojë as tërshëra. Tërshëra është e pasur me fibra të tretshme të cilat ndihmojnë në ngadalësimin e përthithjes së sheqernave nga zorët, duke zvogëluar kështu luhatjen e niveleve të sheqerit në gjak. Filloni dietën tuaj me një tas me tërshërë dhe shtoni fruta të shijshme dhe lëndë ushqyese të tjera shtesë. Kështu do të keni përfitimet më të mira në menaxhimin kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Kakao gjithashtu mund të jetë një produkt i mirë pozitiv në mbajtjen në kontroll të luhatjeve të sheqerit. Kakao dhe veçanërisht pluri kakaos pa sheqer ka treguar se ka efekte pozitive në nivelin e sheqerit në trupin tuaj. Flavonoidet në kakao mund të përmirësojnë në ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ndihmojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të glukozës. Provoni të shtoni pak kakao në smoothien tuaj dhe të bëni çokolada të nxehta me qumësht me bazë bimore për të marrë gjithashtu edhe përfitime të duhura ushqyese në dobi të shëndetit në balancimin e luhatjeve të sheqerit. Perimet. Perimet të tilla si spinaqi, lëmpjetat janë të pasura me vlera por me pak kalori. Duke qenë se treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto kombinime janë të pasura me vitamina C, të cilat janë të rëndësishme në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit tuaj të lartë dhe luhatjeve të sheqerit. Peshku gjithashtu mund të jetë një produkt shumë i mirë për të shtuar në dietën tuaj. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimet më të mira për yndyrnat omega-3 dhe acidet DHA dhe EPA, që ndihmojnë në shëndetin e zemrës. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, duhet i konsumojnë në sasitë që janë të predispozuara, gjithashtu edhe për të përmirësuar luhatjet e sheqerit. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe vezët. Vezët janë vërtet një pako me vlera të larta ushqyese. Përveç se të mbajnë të ngopur për më gjatë, nëse konsumohen rregullisht, ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës.
Vaji i ullirit është një produkt shumë i rëndësishëm jo vetëm për personat që vuajnë nga diabeti, por duhet të jetë vazhdimisht i përfshirë në dietën tuaj. Vaji i ullirit, ndryshe nga sa thuhet, ai i cili është ekstra i virgjër, përmban yndyrna të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancave HDL, që janë të mira dhe të shëndetshme për personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu, vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij, gjithashtu edhe për një zemër më të shëndetshme duke mbajtur larg edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Gjatë pjesës së dimrit në dietën tuaj për të stabilizuar gjendjen tuaj nuk duhet të mungojnë as fasulet. Të gjitha varietetet e fasuleve dhe bishtajave janë një zgjedhje e shkëlqyer sepse përmbajnë proteina dhe fibra të rëndësishme, të dyja lëndë ushqyese të cilat janë të nevojshme për balancimin e sheqernave në gjak. Fibra e tretshme, lloji që gjendet në sasi të madhe të fasulet, është e lidhur me përmirësimin e bakterieve të zorëve, duke reduktuar kështu edhe sasinë e madhe të insulinës, ndaj të cilave është e rëndësishme që ta merri brenda normës së lejuar. Një porcion sa 1/3 e fasuleve në filxhan mund të ofrojë nga 11 deri në 15 gram karbohidrate në varësi të llojit që keni përdorur nga fasulet. Gjithashtu, quinoa është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj, duke dhënë edhe rezultate mjaft të mira shëndetësore në balancimin e këtyre komplikacioneve dhe duke rritur gjithashtu edhe vlerat e trupit tuaj. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më mbreslënse në rritjen e vlerave të trupit. Quinoa është një zgjidhje shumë e mirë për njerëzit me diabet. Një gjysmë filxhani me quinoa në dietën tuaj mund të konsiderohet si një produkt që përmban 20 gram karbohidrate, si dhe është e pasur me fibra dhe me proteina të cilësisë së lartë. Quinoa konsiderohet të jetë me indeks glicemik të ulët, që do të thotë se nuk shkakton rritje të madhe të sheqerit dhe të shpejtë në gjak. Tërshëra është një produkt shumë i mirë ushqyes, duke ndikuar pozitivisht në dietën tuaj, do të japë rezultate fantastike në balancimin e luhatjeve tuaja. Fibrat e tretshme të tërshërës janë të dobishme dhe janë të pasura gjithashtu edhe me proteina. Ulëntimet e fundit kanë treguar se kosi lidhet me nivele të ulta të rezistencës ndaj insulinës dhe gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin. Për shkak se është një ushqim i fermentuar, kosi përmban edhe probiotik, të cilët janë shumë të dobishëm edhe në përmirësimin e shëndetit të zorëve, nga i cili mund të përfitojnë njerëzit me diabet. Të paktën edhe 6 lugë me kos të paambëlsuar do të përmbajë edhe 7 gram me karbohidrate, mjaft të vlefshme këto në rritjen e përfitimeve të trupit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Frutat që përmbajnë shumë fibër gjithashtu mund të jenë pjesë përbërëse të dietave tuaja, duke siguruar një mbrojtje më të madhe të organizmit dhe duke parandaluar edhe luhatje të ndryshme ushqyese. Frutat që kanë shumë sheqer me përmbajtje natyrale duhet të konsumohen në sasi të reduktuar, por gjithashtu ato që përmbajnë fibër janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar në dietën tuaj dhe në mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të sheqerit në gjak. Për të përmirësuar gjendjen tuaj ushqyese, duhet të shtoni vazhdimisht në dietën tuaj edhe arrat. Në përgjithësi, arrat janë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për të qenë pjesë e rëndësishme dietave të përditshme. Çdo lloj are përmban një sasi të mirë të yndyrnave, të cilat do të japin rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë që të pini çaj në baza natyrore ditore. Kryesisht mund të shtoni çajin jeshil, çajin jezi, të cilat janë rreptësisht të paambëlsuar me sheqer. Patatet e ëmbla gjithashtu mund të jenë një zgjidhje produktive për të shtuar në dietën tuaj, duke ditur edhe ndikimin e madh që kanë. Në përgjithësi, duhet të tregojeni të kujdesshëm me ushqimet që zgjidhni dhe të evitoni ato me përmbajtje të lartë të sheqerit, pasi mund të ndikojnë drejt për së drejti në shtimin e luhatjeve të forta të sheqerit në gjak. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.